Shëndetje të gjithëve. Unë kisha vetëm një flet ngushëllimi për të gjithë të ndjerët tanë. Një dhimbje që nuk shuhet kur. Si mund të shuhet një letër ngushëllimi kur fjalët janë të vogla përpara një tragjedie kaq të madhe? Si mund të gjejmë forcë që të shprehim dhimbjen kur shpirti është i coptuar? Sot, jemi të gjithë të përpullur përpara një tragjedie që ka marrë me vete 59 engjuj të rinisë sonë, 59 jetë të reja, 59 ëndra të thyera, 59 buzëqeshje që nuk shuhen kur në kujtimet e atyre që i deshen më së shumti. Ky nuk është vetëm një lajm i trisht. Kjo është edhe një plak që do të mbetet hapur përgjithmonë në shpirtin e familjeve, në zemrat tona, në historinë e vendit tonë. Si mund të pranoj një nën që nuk do të dëgjoj më zërin e fëmijës të saj? Si mund të pranoj një baba që nuk do të shoh më ëndrat e djalit apo vajzës së tyre të parealizuar? Si mund të jetoj një motër apo një vëlla duke ditur se një pjesë e zemrës së tyre është të shuar për gjithmonë? Këto janë plagë që nuk shërohen. Është dhimbje që nuk ka fjalë t'i lehtësoj. E sot kjo dhimbje nuk është vetëm e familjeve që kanë humbur të dashurit e tyre, por është një dhimbje e të gjithë neve. Po, kombi i qanë bitë e vetë, dhe me lot në sy, ne lutemi që shpirtrat e tyre të pushojnë në paqë. Edhe në këtë dhimbje të madhe, nuk jeni vetëm. Zemrat tona rahin me ju, duart tona janë të shtrira për të ju mbështetur, dhe lotët tanë janë dëshmi, se ata nuk do të harohen kurrë. U preshin në paqen e përjetshme këta 59 engjuj. Drita e tyre do të mbetet gjithmonë mes nesh, me dhimbje të pamadhe dhe ngushëllime të thella nga grupi i këshilltarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe për në fund, dua të recitoj edhe një poezi që ja kanë kushtuar kësaj tragjedie në gjuhën maqedone. Senki od včera. Slušnав me krik, plačenje, taga. Se molim mislite дека е сон. Сон. И ке се разбудиме од ова лага. Гореше небото, пламенот биеше, тага и страв низ улиците се ширеше. Молеа невините души за спас, но огнот немилосрден гори без да дава глас. Сите зборови како на раната да ставаш сол, се што остана една незаборавна непребол. Но срцето секогаш сака да твори. Градот, да, ке живе, како душата гори. Никош за тоа нема да престане да се збори, а над Кочанско само дим и мрак. Се молиме, Господе, да не се случи ова никогаш пак. Благодаря.